Tani ma komuna e Prizrenit, gjëgjësisht drejtoria e shërbimeve publike, vazhdon me angazhim të ndryshëm për ta bërë më të mirë jetën e qytetarëve. Lidhur me këtë, kryetari Totaj sot ka shkruar: në kuadër të mirëmbajtjes së rrugëve në komunën e Prizrenit, drejtoria e shërbimeve publike ka filluar sot asfaltimin e një segmenti rrugor prej 160 metrash në afërsi të QMF-s në Gjonaj. Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore mbetet prioritet i komunës sonë, me synim lehtësimin e qasjes dhe përmirësimin e lëvizjes për qytetarët. Kështu komuna e Prizrenit edhe vetë kjo drejtori, edhe pse po përballen me probleme të theksuara të mungesës së mjeteve, pasi që përmbaruesit, sidomos nga kjo drejtori, kanë marrë mbi 10 milion euro, ku shumica këtyre mjeteve ishin të parapara për projektet kapitale. Megjithatë, komuna nuk po renduar kryq dhe tashmë i pari komunës Shaqir Totaj po ulëmton që të vazhdojë me aktivitete dhe realizimin e projekteve edhe me ndërmjetësimin e donatorëve ndërkombëtar. Ndërto me prodhime vendore.